Të dashur teleshikues, ju përshëndes, po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Drejtori i Spitalit të Lushnjës në vitin 2021 ka urdhëruar ndërtimin pa leje të shtesës së quajtur ura lidhëse mes pavionëve të patologjisë dhe infektivit. Prokuroria e Fierit dërgon për gjykim ish-drejtorin dhe 4 të tjerë. Ndërtim pa leje brenda Spitalit të Lushnjës. Prokuroria e Fierit mbyll hetimet dhe dërgon për gjykim ish-drejtorin dhe 4 persona të tjerë. Për gjykim është dërguar PV në cilësinë e drejtorit të Spitalit Ihsan Çabej në Lushnjë, i akuzuar për veprën penale shpërdorim detyre, ndërsa personat GB, JS, KL dhe AS të akuzuar për veprën penale falsifikim i dokumentave. Nga hetimet e kryera mbi procedimin penal numër 831 të vitit 2021, u provua se i pandehuri PV në cilësinë e drejtorit të Spitalit Ihsan Çabej Lushnjë urdhëroi ndërtimin e shtesës së quajtur ura lidhëse mes pavioneve të patologjisë dhe të infektivit, pa marrë leje ndërtimi nga organet kompetente, duke ndryshuar destinacionin e fondit buxhetor të parashikuar për mbulimin e zbatimit të kontratës së mirëmbajtjes numër 670 fraksion 1, data 05/06/2019, pa ndjekur procedurën përkatëse ligjore dhe duke shmangur kryerjen e procedurës së prokurimit publik. Gjithashtu, situacionet e punimeve që sipas këtij të pandehuri ishin kryer tek ura lidhëse përmbajnë më shumë punime se ato të realizuara realisht, çka ka sjellë një përfitim të padrejtë për shoqërinë që ka kryer punimet dhe dëm ekonomik për buxhetin e shtetit. Të pandehurit GB, JS, KL në cilësinë anëtarëve të Komisionit të ndjekjes së zbatimit të kontratës së mirëmbajtjes numër 670 fraksion 1, data 05/06/2019, kanë hartuar procesverbalin e datës 17/02/2021 mbi punimet e kryera në magazinën e oksigjenit, si dhe procesverbalin e datës 30/04/2021 për punimet e kryera në pavionin e infektivit, asnjë prej të cilave në fakt nuk është kryer. I pandehuri AS në cilësinë e drejtuesit teknik të shoqërisë dhe të inxhinierit zbatues të kontratës së mirëmbajtjes ka hartuar situacionin përfundimtar për punimet e kryera gjatë periudhës 03/01/2021 deri 25/05/2021. Situacionet e punimeve të kryera në magazinën e oksigjenit dhe tek infektivi i vjetër, si dhe bashkë me komisionin e ngritur nga Spitali Ihsan Çabej Lushnjë, kanë hartuar procesverbalin e datës 17/02/2021 mbi punimet e kryera në magazinën e oksigjenit, si dhe procesverbalin e datës 30/04/2021 për punimet e kryera në pavionin e infektivit, të cilat në fakt nuk janë kryer. Mbi bazën e këtyre situacioneve dhe procesverbaleve ka dalë edhe urdhri i shpenzimit numër 711 datë 26/12/2021 për pagesën e shoqërisë që kreu punimet. Në vijim, prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier shpreh angazhimin e plot dhe vënien para përgjegjësisë ligjore të gjithë punonjësve shtetëror ose në shërbim publik që kryejnë vepra penale kundër veprimtarisë shtetërore. OSBE Odiri publikon raportin e zgjedhjeve të 11 majit. Sipas raportit, zgjedhjet ishin konkurruese, por u zhvilluan në një mjedis shumë të polarizuar. Misioni i OSBE Odir ka publikuar sot raportin final për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, 5 muaj pas përfundimit të tyre. Në raport thuhet se zgjedhjet ishin konkurruese dhe të zhvilluara profesionalisht, por u zhvilluan në një mjedis shumë të polarizuar dhe garuesit nuk gëzonin kushte të barabarta loje. Megjithatë, kandidatët në përgjithësi ishin në gjendje të bënin fushat lirisht, megjithse disa raportuan se u përballën me kërcënime. Administrata zgjedhore menaxhoi procesin në një mënyrë gjithëpërfshirëse dhe transparente. Votimi jashtë vendit i prezantuar për herë të parë për këto zgjedhje u menaxhua mirë, pavarësisht marrëveshjes së vonë politike dhe miratimit të kësaj mase si dhe disa çështjeve organizative. Partia në pushtet përfitoi nga përdorimi i gjerë burimeve administrative gjatë fushatës, duke krijuar një avantazh të panevojshëm të zyrtarëve të lartë. Kishte gjithashtu shumë akuza për presion mbi votuesit, veçanërisht punonjësit publik. Por më tepër legjislacioni zgjedhor dhe interpretimi i tij i ngushtë nga administrata zgjedhore nuk i penguan praktikat abuzive. Përqendrimi i pronësisë së medias që dëmton shumësinë e burimeve të lajmeve së bashku me vetë censurën midis gazetarëve dhe dy partive më të mëdha që dominojnë mbulimin e lajmeve, kufizoi mundësinë e votuesve për të bërë një zgjedhje të informuar. Përdorimi aktiv i rrjeteve sociale online, rrjetet nga garuesit amplifikuan diskursin e fortë konfrontues dhe nuk u caktua asnjë autoritet për të zbuluar përmbajtjen e dëmshme manipuluese. Mekanizmi i ri i koordinimit midis institucioneve për të hetuar dhe ndjekur penalisht krime zgjedhore është një zhvillim i mirë pritur, por ndjekja e tyre është e nevojshme për të adresuar shqetësimet e vazhdueshme të keqpërdorimit zgjedhor.
Dita e zgjedhjeve ishte përgjithsisht e qetë dhe organizuar mirë, por pati një mungesë të shpeshtë të respektimit të procedurave dhe u shënua nga një numër incidentesh të friksimit dhe nxitjes së votuesve dhe disa mangësi procedurale dhe transparence në numërimin e votave, thuhet në raportin e OSBE Odirit. Në ditën e 9 të grevës së uris, përkeqësohet gjendja shëndetësore e 3 grevistëve në Marins. Njëri prej tyre është transportuar drejt Spitalit Rajonal të Fierit për ndihmë të specializuar. Përkeqësohet gjendja shëndetësore 3 grevistëve në Marins. Në ditën e 9 të grevës së uris, pa afat, 3 grevistët Dorian Dylmishi, Dritan Rapushi dhe Eduard Selami kanë shfaqur probleme me luhatje të tensionit dhe kanë marrë trajtim mjekësor me injeksione, ndërsa Eduard Selami në gjendje më të rënduar është transportuar drejt Spitalit Rajonal Fier për ndihmë të specializuar. Kreu i sindikatës Dritan Shahu tha se pavarësisht situatës së krijuar, greva do të vazhdojë. Në fushën naftëmbajtëse pas ditën e djeshme kanë rënë edhe sirenat e alarmit, ka thënë Shahu, çka tregon praninë e avarive. Vendburimi i naftës po shkon drejt kolapsit, ndërsa kompania vijon me papërgjegjshmëri të mos marrë në konsiderat kërkesat e drejta të punonjësve, ka thënë Shahu. Sot erdhi ambulanca, 3 prej djemve kanë shfaqur probleme shëndetësore, madje njëri prej tyre është transmetuar për në spital për një trajtim më të specializuar. Situata duket e rënduar. Punonjësit janë të lodhur, të stresuar, strapacuar, në ankth presin me padurim një zgjidhje. Duhet marrë zgjidhje me njëherë, sepse këtu gjendja shëndetësore e punonjësve po shkon në kolaps. Gjithashtu dje, nëse keni vënë re, ka rënë sirena e alarmit, ku ka treguar që dhe vendburimi po pson defekte, probleme, shqetësime, operacionet mund të shkojnë drejt kolapsit. Duhet dhënë një zgjidhje me njëherë. Duhet treguar përgjegjshmëri nga kompania dhe nga institucionet për t'i dhënë zgjidhje situatës. Ndryshe, ne nuk dorëzohemi të vazhdojmë këtu deri në fund, derisa nuk e di çfarë mund ndodh. Bankës ka reaguar sërish duke mbetur tek të njëjtat oferta. Po, vazhdon me të njëjtën ofertë për trajtimin, vetëm rritjen e trajtimit ushqimor, gjë që është e pamjaftueshme për të zgjidhur problemet që ne kemi kërkuar. Jemi këtu për paga dinjitoze, paga të drejta, për pagat e ulta, madje një deklaratë që kompania kishte bërë për institucione shtetërore kur kërkonte ndërmjetësim, e quante diskriminuese kërkesën tonë që kërkojmë rritjen e pagave të ulta. Po pse, çfarë kërkojmë? Të rrisim pagat që janë nga 10.000, 20.000 apo 100.000 euro? Jo, kërkojmë pagat e këtyre njerëzve që janë në fushë, këtyre që marrin 600, 700, 800, 900 apo edhe pak më shumë. Këta njerëz që nxjerrin naftën, që punojnë aty në 24 orë në temperatura ekstreme të larta, në temperatura ekstreme të ulta, në shi, në borë, në breshër, pa ndalim, natën, ditën, këta duhet trajtohen me dinjitetin që takon. Mos të kenë diferenca kaq ekstreme të pagave. Pagat duhet të krijohet një standard për këtë industri, një standard për naftëtarët. Ne nuk do dorëzohemi pavarësisht kostove që po marrin këta njerëz, po rrezikojnë jetën. Shëndetja e atyre pak punonjësve që janë në punë po rrezikohet, e madje edhe vetë funksionimi i vendburimit ka theksuar kreu i sindikatës, pasi ka paralajmëruar për shkallëzim të mëtejshëm të grevës deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Çfarë do lloj gjëje që nuk zgjidh të gjën, ne do mendojmë të gjitha llojet e skrenarëve për të marrë atë që na takon, për të marrë të drejtën. Kërkojmë të drejtë, kërkojmë zgjidhje të menjëhershme të situatës, kërkojmë përgjegjshmëri nga kompania. Të mos marrë djem nga nënkontraktorët, të fusim me orë të zgjatura pune, apo ata pak djem që janë në punë, me intimidime të forma të ndryshme, me mesazhe që ne kemi bërë dhe screenshot që hajde në punë, paraqitu të zyra ime, ose ndryshe do të vetë mungesa do ikësh nga puna. Greva është e ligjshme, kush bën presione të tilla, duhet paraqitet përpara ligjit. Kemi bërë kërkesën e inspektoratit të marrë masa për këtë lloj situatash. Nga ana tjetër, kompania Bankers Petroleum vijon me të njëjta deklarata që nuk ofrojnë asnjë zgjidhje për grevistët. Arrestohet 31 vjeçari nga policia në Fier, pasi u kap me lëndë narkotike kanabis sativa futur në valigje e ndarë në doza me qëllim shitjen. Policia e Fierit ka finalizuar operacionin policor antidrog i koduar Cases me arrestimin e 31 vjeçarit që siguronte lëndë narkotike kanabis sativa dhe ndante në doza me qëllim shitjen. Policia sekuestron 3.6 kg kanabis, peshore që shërbente për ndarjen e saj, dhe një shumë parash e përfituar nga shitja e lëndës dhe 2 celular. Në njoftimin e policisë thuhet se si rezultati menaxhimit të shpejtë të informacionit të siguruar në rrugë policore për një shtetas të implikuar në shitjen e lëndëve narkotike, kryesisht në Roskovec, specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve në bashkëpunim me ata të seksionit të forcës operacionale finalizuan operacionin Cases.
Gjatë operacionit u arrestua në flagrancë shtetasi JÇ, 31 vjeç, banues në Roskovec. Gjatë kontrolleve fizike dhe në banesën e tij, policia gjeti dhe sekuestroi me cilësinë e provës materiale, në total 3.6 kg lëndë narkotike kanabis, një pjesë e ndarë në doza, një peshore elektronike, një shumë parash e dyshuar e përfituar nga shitja e lëndës narkotike dhe 2 celular. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme. Pas 1 janarit 2026, sigurimi i makinës ndryshon sërish. Të gjithë drejtuesit që kanë shkaktuar aksidente gjatë vitit 2025 do të paguajnë më shumë sigurim vitin e ardhshëm. Nga janari 2026, një sistemi bonus-malus që rrit çmimet për shoferët me aksidente dhe ul për ata pa dëme. Rregulloria e re për sigurimin e detyrueshëm të automjeteve do të fillojë të zbatohet plotësisht nga 1 janari 2026, sqaron autoriteti mbikëqyrjes financiare. Për vitin 2026, sigurimi i makinës nuk do të kushtojë më njësoj për të gjithë, pasi të gjithë drejtuesit që kanë historik negativ me aksidentet do të paguajnë më shumë sigurim vitin e ardhshëm, thot Mimoza Kaçi, drejtuesja e autoritetit të mbikëqyrjes. Është një hap shumë i rëndësishëm në radhë të parë për të ndryshuar perceptimin e qytetarëve që duhet të tregojnë kujdes kur drejtojnë mjetin, të jenë të kujdesshëm, sepse që nga fillimi i vitit 2026 do të hyjë në zbatim dhe bonusi dhe malusi. Sipas rregullores, në përllogaritjen e primit të sigurimit, përveç historikut të aksidenteve do të merret në konsiderat edhe fuqia motorike, mosha e shoferit, eksperjenca e tij në drejtimin e makinës, përdorimi i mjetit nga një subjekt apo nga një individ, qarku i regjistrimit të mjetit si dhe vjetërsia e makinës. Moshat e reja, eksperjenca e pakt apo makina e vjetër konsiderojnë të gjitha riskje që shtrenjtojnë siguracionit. Në sistemin bonus-malus, drejtuesit pa aksidente do të përfitojnë bonus, pra ulje të çmimit të sigurimit, ndërsa ata që kanë shkaktuar dëme do të penalizohen me malus ose rritje të tarifës. Sipas AMF-s, rreth 3.8% e drejtuesve të mjeteve në vend pritet të penalizohen për shkak të historikut të dëmeve. Ndërkohë aksidentet e ndodhura përpara vitit 2025 nuk do të merren në konsiderat, pasi sistemi i ri fillon zbatimin nga e para. Kjo synon të nxjisë drejtuesit e mjeteve të tregojnë kujdes më të madh në qarkullim dhe të reduktojnë numrin e dëmeve të raportuara. Gjithashtu do të lejohet lëshimi i patentave profesionale të kategorisë C për drejtues 18 vjeçar. Rregulloria e re parashikon edhe futjen e standardeve të reja të trajnimit dhe testimit për marrjen e patentës, si dhe kontrollin mjekësor të detyrueshëm para dhënies së saj. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.